Ring nga telefonon. Njazia prej Swedisë. Zotri Njazi, kush po e bën ndasin ndarjen mes diasporës dhe vendasve? Përbes, unë jam që 22 vite në Suedi, veç unë menej që diaspora është ajo që bëvon për qarjen. Vetë Pse është diaspora. diaspora? Po, mas pari shambull, shka në takon njeve me arë atje me votu, edhe me vendos, apo me ndiku vota jonë, kush më dheq me ju atje. Për menimin tim është gabim shumë i madh. E dyta, a ka ma marrë ndëruar se sa ne nga diaspora me morë shtesat fëmijëve prej shtetit varfër të Kosovës, me morë penzione prej shtetit varfër të Kosovës. Unë po foli për fshat tem se i vi nga lishat e anës Giranit, me shokët e mi kur flasëm tregojnë me emra njerëz të cilët marrin penzione ka 5.000 franga, 6.000 franga në Zvicër, edhe i morën ka 150 euro penzion Kosovës. Marre, për menimin tim është shumë dobësi, shumë e volta është kjo punë. E kini penzion, pse be vëlla po shkon me morë edhe çat penzion tjetër atje? Nga këto opsione që i ka mund po ja vë fajin politikës, medias, paras. Unë mendoj që paraja mas shumë të është. Para. Mas shumë të është paraja. Nashta e më gabim, po kështu me lejoni. Jo. Tjetra është, i nashta i shkon mirë me bo një ligj në Kosovë sikur që është në Izrael. Për shembull në Izrael, hebrejt cilët jetojnë jashtë shtetit do të me pagu 5% prej pagës tyre për me pas drejt vote në Izrael. E kur ta bojmë për shembull 5% me dhon prej pagës Zvicrës, nëse një pago për shembull për zona 2.000 franga, atëherë 100 franga do shmilon ti për buxhetin e shtetit për me pas drejtet votës. A nëse e ki 4.000 franga do shmilon 200 franga, për shembull 5%. E ta shohim tani se sa njerëz po regjistrohen me pagut atje në shtet. Zotri, faleminderit shumë.